Vendi ynë është përfshirë nga temperaturat e larta. Në këto ditë të nxehta, mjekët bëjnë apel qytetarëve që të shmangin orët e pikut. Dermatologja Monika Fida thotë se plazhet e pishinat duhet të frekuentohen në orët e para të mëngjesit, ku rrezatimi ndaj rrezeve është pak më i vogël, ndërkohë kremërat me faktor mbrojtës duhet të përdoren rregullisht, veçanërisht tek fëmijët që janë më të rrezikuar dhe personat që kanë lëkurë me ngjyrë më të qelët. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarëve, është një gabim shumë i madh. Kjo do të thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj të frekuentojmë plazhet dhe pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazheve dhe të pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet e pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose familjarëve tanë. Ndërkohë, dermatologja shpreh se nxirja përmes makinerive artificiale është gabim i madh. Nuk rekomandohet solari dhe më pas të shkosh në plazh, po ashtu duhet të kontrollohen nishanet e dyshimta dhe të konsultoheni me mjekët.